Rruga panoramike Shirok-Zogaj ka nisur të marrë formë, ndërsa në të po hidhen tashmë shtresat me asfalt, ka qenë kryebashkiaku Benet Beci, i cili ka dhënë lajmin e mirë se tashmë aksi Shirok-Zogaj ka hyrë në etapat e fundit të punës. Sipas kryebashkiakut Benet Beci, i cili ka ndarë pamjet nga kantieri i punës, po hidhet shtresa me asfalt dhe segmentet panoramike po marrin formën përfundimtare. Ky investim i rëndësishëm jep Shkodrës një arterie të re zhvillimi, duke lidhur me fort zonat turistike dhe duke i krijuar zonës mundësi për më shumë vizitor dhe ekonomi, shkruan kryebashkiaku. Banorët e Zogajve shprehen se po bëhet një punë kolosale, ndërsa vlerësojnë investimin që po realizohet, i cili sipas tyre do të lidh dy vendet fëmijë me një distancë më të shkurtër. Punimi na duhen jashtëzakonisht mira, shumë korrekt. Puna shumë e pastër, shumë e mirë. A mrekulli e madhe. Në 72 kena bërë rrugën i vjetër. 18 vjet ka ndaj pa asfaltu. Kur kanarët e maj të rrethit kanar, atëherë më ndaj bon zef ka kene qesferonja. Ka kënë komitet ekzekutiv e pa të bonet. Kjo silë shumë mira marti marmur. Balë që ka qëtësi, ka livizje shumë. Sidomos ka zone këtu. Tonë krajt, tonë shqiptarët këtu, në Hutaj. Tonë i kanë njërës në Shkodër. Kam pa asfaltet që janë bopar, me tup gjatë tak, me presion në shu, e kanë shtedhe. Vija kështu. Kjo është shumë më mirë kjo. Ky hap i rëndësishëm premton përmirësim të ndjeshëm të cilësisë së jetës për banorët e zonës dhe një shtysë të re për zhvillimin e qëndrueshëm të rajonit.